Zëvendës kryeministri i parë Bekim Sali të hënën e kësaj jave në Klik Plus tha se të ejten do të sillet një draft final që provimi i jurisprudencës të mbahet në gjuhën shqipe. Sali premtoi zgjidhje brenda javës, ndërsa shtoi se më pas do të vendoset nëse do të dërgohet në Komisionin e Venecias. Brenda kësaj jave, unë besoj ditën e enjte do duhet të sjellet një draft final, një zgjidhje finale me të cilën edhe do të vendoset se modeli i dhënë si zgjidhje a ka nevojë të shkojë në Komisionin e Venecias. Sot është e shtunë, por deri më tani nuk është publikuar zyrtarisht ndonjë draft për provimin e jurisprudencës. I pyetur nga televizioni 21, Sali u përgjigj shkurt. Komisioni ka kryer punën e tij dhe unë publikisht i kam falendëruar për punën konstruktive. Pjesa tjetër është procedurë në relacionin qeveri-parlament. Për këtë pati reagime nga BDI. Të njëjtën tha do të ketë zgjidhje përfundimtare. Sot është e premte, zgjidhje nuk ka dhe për herë të parë kjo është një lajm i mirë, sepse çdo zgjidhje jashtë ligjit për gjuhët do të ishte katastrofale, me sa duket nuk janë të aftë të bëjnë asë zgjidhje të këqija. Ndërkohë, përmes një njoftimi, Vlen akuzoi BDI-n se për vite me radhë nuk ka patur zgjidhje për problemet e studentëve shqiptar lidhur me provimin e jurisprudencës, ndonse siç thon ka udhëhequr Ministrinë e Drejtësisë përmes kuadrove të saj. BDI mendon se turpi mbulohet me zhurmë, por provimi i jurisprudencës nuk zgjidhet me britma e me rrena, zgjidhet me punë. E punën ata e kishin në dorë për vite me radhë, por nuk e bën. Ministria e Drejtësisë kaloi prej një kuadri të BDI-s te tjetri. Pas blerjen e buxhetit, me mbi 1000 ditë ministër erdhi Adnan Jashari, mandat kishte, kompetenca kishte, vul kishte, vetëm vullnet për studentët shqiptar nuk kishte. Në lidhje me provimin e jurisprudencës, studentët organizuan 2 herë protesta në Shkup, ndërkohë liderët e Vlenit kanë deklaruar se tashmë ka marrëveshje dhe zgjidhje që ky provim të jetë edhe në gjuhën shqipe.